me fjalët kryesore me Tamara Samatovic, sekretare e përgjithshme e shoqatës së gazetarëve në Serbi, mbi sigurinë e gazetarëve në Serbi, tendencat dhe modelet aktuale. Kontributi i saj do të jap një thellim të rëndësishëm mbi realitetet me të cilat përballen gazetarët në Serbi dhe do të na ndihmojë që të bazojmë diskutimet tona mbi disa përvoja konkrete. Zonja dhe zotrinj, ajo që po ndodh në Serbi sot mund të influencojë tek të gjithë fqinjët në të ardhmen e afërt. Diskutimet tona do të fokusohen patjetër tek siguria e gazetarëve, sepse pa sigurinë nuk ka gazetar të lirë, nuk ka media të lirë. Do të fokusohemi tek mekanizmat e llogaridhënies dhe nevoja që kërcënimet ndaj gazetarëve të mos kalojnë pa u ndëshkuar. Gjithashtu do të shqyrtojmë etikën gazetareske në këto kohë të polarizuara dhe sfidën për të mbajtur besimin dhe cilësinë e gazetarisë. Gjithashtu do të fokusohemi te mbikëqyrja digjitale dhe implikimet e saj tek të drejtat e gazetarëve për të kuptuar më mirë si të balancojmë konsideratat e sigurisë me liritë themelore, edhe ekuilibri apo balanca duhet gjetur. Gjithashtu do të kthejmë vëmendjen tek mirëqenia e gazetarëve, përfshirë shëndetin mendor, një çështje që shpesh është anashkaluar, por ama është thelbësore për qëndrueshmërinë e vetë profesionit. Gjithashtu do të shohim pronësinë, transparencën dhe praktikat e medias dhe do të nënvizojmë rolin jetik të gazetarisë investigative me raste konkrete, edhe do të flasim për manualin e përgatitur nga zyra jonë për lirinë e medias në këtë epokë të inteligjencës artificiale. Do të fokusohemi edhe tek edukimi mediatik, sepse forcimi i gazetarisë do të thotë edhe forcim i kapacitetit i audiencave për të angazhuar në informacion në mënyrë kritike, pra ta mendojnë atë që lexojnë dhe në mënyrë të përgjithshme. Ajo që më duket përqendrërisht rëndësishme në këtë konferencë është fokusi praktik. Ky nuk është thjesht një forum për diskutim, por është një hapësirë pune. Një hapësirë për të ndarë mendimet edhe për të diskutuar se çfarë funksionon dhe çfarë jo, bazuar në përvojat tona. Pra, të mësojmë nga njëri tjetri, edhe të zhvillojmë qasje që mund të zbatohen në kontekste kombëtare të ndryshme. Dhe çdo kontekst kombëtar është specifik. Edhe prandaj ne gjithmonë mund të mësojmë nga njëri tjetri. Nuk ka një qasje që i përshtatet gjitha konteksteve. Çdo qasje, çdo zgjedhje duhet të përshtatet, të qepet sipas shoqërisë, kulturës, kontekstit. Por prap ne mund të mësojmë nga njëri tjetri. Gjithashtu kërkon që ne të bashkëpunojmë. Të forcojmë bashkëpunimin mes qeverisë dhe medias, mes institucioneve dhe shoqërisë civile, edhe përmes kufive në këtë rajon. Gjithashtu kërkon që zotimet e bëra në kuadrin e OSBE-s për lirinë e medias, për lirinë e shprehjes të respektohen. Dhe siç e përmendi edhe ministri i jashtëm, të respektohen me konsistencë. Ky është term kyç. Respektim me konsistencë. 1975 me aktin e Helsinkit, liria e medias është zgjeruar dhe forcuar në një sër vendimesh të miratuara nga samitet e OSBE-s, prej krerëve të shteteve dhe në mbledhjet e Këshillit të BE-s. Gjitha këto vendime janë marrë mbi bazë konsensusi. Edhe kur flasim për vendime konsensuale sot në OSBE, ne flasim për vendime për të cilat janë miratuar nga të gjitha 57 shtetet anëtare. Çdo shtet anëtar ka në fakt të drejtën e vetos. Fakti që këto zotime janë marrë nga të gjitha 57 shtetet krijon bazën për të punuar së bashku. Edhe kërkon, ose më shumë se sa kërkon, duhet të ketë konsistencë në zbatim. Konsistenca në dimensionet e lirisë së medias dhe lirisë së shtypit reafirmojnë rolin e gazetarëve për të promovuar kuptueshmërinë e përbashkët në kombet tona, nënvizojnë qarkullimin e lirë të informacionit, të drejtën e publikut për informacion të saktë dhe për bashkëpunim në gjithë rajonin. Vendimi i 2018-s për sigurinë e gazetarëve në kryesinë italiane nënvizon më tej faktin se media e lirë është thelbësore për një shoqëri
të lirë dhe të hapur. Gjithashtu, një faktin se puna e gazetarëve mund t'i vërë ata familjarët e tyre në rrezikun e dhunës, intimidimit dhe ngacmimit, të cilat mund të pengojnë gazetarët edhe mund t'i bëjë që të kalojnë në vetë censurim. Vendet pjesëmarrëse kanë detyrimin që të lehtësojnë lirinë e medias dhe sigurinë e gazetarëve në vendet e tyre përkatëse. Gjithashtu, është mandat i zyres për lirinë e medias që të vëzhgojë zhvillimet e medias në të gjitha 57 shtetet anëtare, jo vetëm në disa, por në gjitha. Edhe të kryejë këtë rolin e paralajmërimit të hershëm për forcimin e zbatimit të parimeve dhe zotimeve të BE-s. Dhe ne pikërisht këtë po bëjmë. Ekspertiza e mbledhur në këtë sallë nga gjithë Evropa juglindore dhe mëtej përbën një burim të fuqishëm. Shkëmbimi i ideve dhe përvojave në këto 2 ditë ka potencialin jo vetëm që të informoj, por shpresoj edhe të frymëzoj qasje ndaj sfidave me cilat përballen operatorët mediatik dhe gazetarët në rajon edhe mëtej, ndoshta. Sepse gjitha temat që do të diskutojmë në këto 2 ditë nuk janë unike për Evropën juglindore. Gjitha këto problematika i shohim në gjithë rajonin ose BE-s, nga rajoni i nordik deri në Azinë qendrore. Dakord, për masa të ndryshme, gjithsesi problematikat janë kudo aty. Kështu, për ta mbyllur, ajo që po flasim ne sot nuk është impresionizëm, janë parime. Parimet kanë rëndësi, vlejnë, dhe ne duhet të garantojmë zbatimin e tyre në mënyrë konsistente dhe të plotë, sepse në të kundërt nuk do të kemi demokraci, zonja dhe zotrinj, ashtu siç duam t'i kemi. Edhe do të përfundojmë në një vend ku asnjëri nga ne nuk dëshiron të jetë. Ministri i Jashtëm e përmendi përvojën e këtij vendi para 4-5 dekadash, askush nuk do që të kthehet atje. Prandaj liria e medias, liria e shprehjes janë thelbësore për të mbështetur demokracitë tona. Ne duhet të punojmë për këtë bashkë. Thank you. Faleminderit